Një mësuese anglishte e 28 vjeçare nga Teksasi është dënuar me 5 vjet burg, pasi u shpall fajtore se kishte bërë seks në grup me 5 nxënës të saj, të gjithë meshkuj. Britney Koleps u dënua për 16 akuza për marrëdhënie të papërshtatshme me nxënësit, por meqense djemt ishin të gjithë 18 vjeçar, ajo nuk u akuzua për përdhunim. Gjatë procesit gjyqësor u shfaqën dëshmi grafike dhe video të regjistruara me telefon celular, ku shfaqej Koleps duke kryer marrëdhënie seksuale në grup me 4 nxënës në shtëpinë e saj në Arlington, të cilat regjistroheshin me telefon. Raportet zgjatën gjatë muajve prill dhe maj të vitit të shkuar, ndërsa nxënësi i 5 ka patur marrëdhënie me mësuese në një tjetër rast. Sipas prokurorëve, marrëdhëniet kanë ndodhur kur 3 fëmijë dhe bashkëshorti i gruas nuk ndodheshin në shtëpi. I shoqi, një specialist ushtrie, ndodhej në Pensilvani. Trupi gjykues zotëronte videon ndërsa nëna dhe bashkëshorti i saj dëshmuan gjatë seancës. Eoma kërkoi mëshirë për fëmijët e saj që nuk e kuptonin këtë situatë, ndërsa i shoqi i prekur tha se po përpiqej ta falte për atë çka kishte bërë. Ai pranoi se çifti kishte pasur raste të tjera ku kishin praktikuar seksi në grup, por se nuk pranonte këto veprime me nxënësit. Sipas dëshmive të një nxënësi, gjithçka kishte nisur me një SMS të thjeshtë. Kontaktet ishin shpeshtuar deri në momentin që mësuesja dhe nxënësit kishin arritur marrëveshjen për të patur marrëdhënie në grup.